Kjo është shenja më e pafat e zodiakut nga të gjitha. Nëse supozojmë se çdo shenjë e zodiakut ka karakteristikat e veta dhe çdo person e formon deri në një farmasë fatin e vet, atëherë me të vërtet ka shenja zodiaku më me fat dhe më pa fat. Lajmi i mirë është megjithatë se edhe nëse i përkasim më të pafatëve, duke ndryshuar disa modele sjellje, ne mund ta ndryshojmë në një farmasë të madhe fatin ton. Pra le të shohim shenjën më të pafatë të zodiakut, më me fat dhe kur renditen pjesa tjetër e shenjave të zodiakut. Shenja më e pafatë e zodiakut Akrepi. Planeti i tyre sundues është Plutoni, i cili shoqërohet me tragjedi dhe mësime traumatike të jetës. Megjithatë, Akrepët kanë një talent unik për të shfrytëzuar sfidat dhe vështirësitë për t'u zhvilluar metodë duke u transformuar kështu fatkeqësinë e tyre në fat. I sunduar nga Jupiteri, planeti lidhur me fatin e mirë, bujarin dhe bollokun, jeta është një ark thesari plot me përvoja dhe aventura të paçmuara për shijetarin. Natyra e tyre kurioze kombinohet me optimizmin dhe mendimin pozitiv, pasi ata kanë tendencë të shohin anën pozitive të çdo gjëje që ndodh. Shenjat e mbetura të zodiakut nga më me fat tek ato me pak fat janë si më poshtë. Briciapi, Luani, Demi, Peshqit, Peshorja, Ujori, Dashi, Binjakët, Virgjëresha, Gaforia.